Një javë e re ka filluar dhe kjo javë është java ku fjalët e tua do të jenë si ujë gjallë. Çdo gjë që do të flasësh, ti do të sjellësh jetë. Do të sjellësh jetë në zemrat e vrara, do të sjellësh jetë në atë që kanë humbur shpresën, do të sjellësh jetë tek ata që janë duke pritur vdekjen, tek ata që janë duke pritur divorcin, tek ata që janë duke pritur ndarjen, tek ata që janë duke pritur të ligën. Ti me fjalët e tua do të sjellësh jetë, sepse vetë Krishti ron në ty. Ti je jeta. Ti je jeta dhe çdo fjalë jotja do të çojë jetë. Prandaj përdore me autoritet gojën tënde këtë javë. Përdore me autoritet duke çuar gëzimin, duke çuar bashkimin, duke çuar fitoren, duke çuar shërimin, duke çuar çlirimin. Ti je goja e Perëndis këtu në tokë. Është java jote, java e lavdisë. Është koha e ringjalljes, është koha e shpëtimit, prandaj ji një vegël që çon fjalën e Krishtit, që çon jetën. Amen.